الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى الجميع الأنبياء الله والمرسلين. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 165 të surës Bekare, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidh min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. E megjithatë, disa njerëz zgjedhin për të adhuruar për Zot në vend të Allahut zota të tjerë, duke i konsideruar si të barabartë me Allahun dhe duke i dashur ato ashtu siç duhet Allahu. Dhe ata të cilët kanë besuar kanë një dashuri më të madhe për Allahun. Thënia se feja është dashuri dhe dashuria është fe, është një shprehje e thellë e cila lidh dy forca shumë të mëdha dhe të rëndësishme në jetën e njerëzit. Dhe këto janë besimi dhe dashuria. Dikush mund të pyesë dhe të thotë, vallë, si ta kuptojmë këtë fjalë të fjalidhëm. Sa i përket thënies që feja është dashuri, kjo nënkupton se në thelb çdo fe e vërtet promovon dashurinë. Dashuri ndaj krijuesit, ndaj njerëzve, ndaj natyrës, ndaj kafshëve dhe ndaj vetes. Feja nuk është thjesht një grup rregullash apo ritualesh, por feja është një mënyrë për të jetuar me dashuri, me mirësi dhe dëmshuri. Pra feja është jeta. Për sa i përket thënies që dashuria është fe, kjo do të thotë se kur njeriu jeton me dashuri të vërtet, ai po jeton sipas parimeve të fesë. Edhe pse ka raste që ai nuk ndjek ndonjë fe të caktuar. Mund të thuhet se dashuria bëhet një fe më vete, një udhëzues shpirtëror, një mënyrë për të lidhur me diçka më të lartë, që është krijuesi fuqiplot, për të ndërtuar një harmoni me botën, me jetën dhe me njerëzit që na rrethojnë. Në thelb, kjo thënie na mëson se epiqendra e çdo udhë shpirtërore duhet të jetë pra dashuria, dhe se një jetë me dashuri është një jetë me besim dhe me kuptim. Dihet që dashuria ka ndikime pozitive të rëndësishme. Për ndikime të natyrshme është
të dashurisë pra është kujdesi ndaj tjetrit. Pra kur e do një tjetër, kujdesesh për atë. Kërkimi i kënaqësisë së tij dhe fitimi i dashurisë dhe i mirësisë së tij. Nga veprimet mund të kuptojmë se një tjetër na don apo nuk na don. Kur e ndjejmë kujdesin e tjetrit ndaj nesh, kjo është dëshmia më e mirë e dashurisë së tij për ne. Kujdesi më i madh dhe dashuria më e madhe që ne duhet ta ndjejmë dhe të jetë e pranishme gjithmonë në zemrat tona është dashuria dhe kujdesi i Allahut të madhëruar ndaj nesh. Ai pra Allahu fuqiplot, ai na do pa interes, dhe kujdeset për ne pa interes. Feja e pastër islame i jep dashurisë një vend shumë të lartë, por gjithmonë brenda një kuadri, kornize etike, shpirtërore dhe me qëllime të pastra. Islami flet shumë për dashurinë si një ndjenjë hyjnore dhe njerëzore. Kurani i Shenjtë e konsideron dashurinë një ndjenjë natyrore dhe të lindur, por njëkohësisht thekson se dashuria duhet të drejtohet në drejtimet e duhura, sipas parimeve të fesë dhe vlerave islame dhe njerëzore. Në Kur'an ka disa aspekte të dashurisë. Aspekti i parë, dashuria për Allahun fuqiplot, që qëndron mbi të gjithë dashurinë. Dashuria për Allahun është themeli dhe më e larta. Në ajetin 31 të surës Al Imran, Allahu i madhëruar thotë: nëse ju doni që Allahu t'ju dojë, më ndiqni mua dhe Allahu do t'ju dojë juve dhe do t'ju falë mëkatet. Dashuria për Allahun duhet të jetë e para në jetën e muslimanit. Dhe kjo dashuri duhet të shprehet me vepra të mira dhe me ndjekjen e profetit të mëshirës, profetit të dashurisë, profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Aspekti i dytë i dashurisë në Kur'an është dashuria për të tjerët. Kurani inkurajon dashurinë për të tjerët, pra ti duan të tjerët. Dhe më shumë na inkurajon pra për dashurinë për prindërit. Se në surën Isra në ajet 23 Allahu i madhëruar thotë: dhe Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd tjetër përveç tij dhe të jeni të sjellshëm, të dashur pra me prindrit tuaj. Aspekti i tretë është dashuria mes bashkëshortëve. Kurani gjithashtu flet për dashurinë mes bashkëshortëve, që është një themel për ndërtimin e marrëdhënieve të qëndrueshme dhe me respekt të mes të dy bashkëshortëve. Për këtë Allahu i madhëruar në ajetin 21 të surës Rum thotë: dhe nga shenjat e tij, shenjat e Allahut, është që krijoi për ju nga vetvetja juaj bashkëshort, që të gjeni qetësi tek ato, dhe bëre që mes jush të ekzistojë dashuria dhe mëshira. Pra ajo çerdhe familjare të jetë bazuar në dashuri dhe mëshirë në mes bashkëshortëve, kështu na urdhëron pra Kurani. Dhe aspekti i katërt i dashurisë në Kur'an është dashuria për hir të Allahut. Kurani inkurajon pra dashurinë për hir të Allahut dhe nxit muslimanët të përpiqen dhe të duan të mirën për të tjerët,
siç thot ajeti 9 në surën Hashr, dhe ata i preferojnë, pra i duan të tjerët mbi vetveten, edhe pse ata kanë nevojë për të, po të fjalë për ansarët, kur shkuan pra muhaxhirët e migrantët në Medinë. Shfaqen atë dashurinë e tyre për emigrantët. Dashuria pra në Kur'an nuk është thjesht ndjej kalimtare, por një lidhje e thellë me përgjegjësi dhe respekt për rrugën e duhur. Dhe ajo dashuri nxit përpjekjet për të bërë mirë dhe për të ndihmuar të tjerët në mënyrë që të kënaqim Allahun fuqiplot. Një nga emrat më të bukur të Allahut fuqiplot është Al-Wadud, që do të thotë i dashur, ose ai që do shumë. Pra Allahu na do të gjithëve. Të gjithëve pa përjashtim. Po ne valla e duam atë. Në Islam dashuria për Allahun është forma më e lartë e dashurisë dhe duhet të jetë më e fortë se çdo dashuri tjetër. Ne duhet ta duam Allahun përmes bindjes ndaj tij, me qëllim pra që të fitojmë kënaqësinë e Allahut si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Edhe hadithet e profetit Muhammed dhe të imamëve të Ehli Bejtit të pastër, paqja e qoftë mbi ta, thonë se dashuria është vetë thelbi i fesë. Madje dashuria është vetë feja. Dhe lloji më i mirë i dashurisë pra është dashuria për hir të Allahut fuqiplot. Më poshtë po citojmë disa nga hadithet e profetit e Ehli Bejtit që flasin për këtë temë, për rreth dashurisë. Është transmetuar nga Imam Sadiku, paqja e qoftë mbi të, se ka thënë: një ditë i dërguari i Allahut profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali u tha shokëve të tij: cila është lidhja më e fortë e besimit? Ata i thanë: Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Disa thanë është namazi, të tjerë thanë është zekati, disa të tjerë thanë agjerimi, dhe disa shokë të tjerë thanë për haxhi dhe umra, të tjerë thanë xhihadi. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali u tha: të gjitha këto që përmendet janë vepra të mira. Por lidhja më e fortë e besimit është dashuria për hir të Allahut dhe urrejtja për hir të Allahut. Të duash të dashurit të Allahut dhe të largohesh nga armiqtë e Allahut. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Bakr, paqja qoftë mbi të, ka thënë: nëse dëshiron të dish nëse ka ndonjë të mirë brenda teje, shikoje zemrën tënde. Nëse ajo i do ata që janë të bindur ndaj Allahut dhe urren ata që e kundërshtojnë Allahun, atëherë ti ke të mirë në vete dhe Allahu të do ty. Por nëse ti i urren të bindurit ndaj Allahut dhe i do ata që e kundërshtojnë për atë për Allahun, atëherë s'ka të mirë në veten tënde dhe Allahu të urren ty. Njeriu është me atë që e do. Sa madhështore këtë thënie pra Imam Bakirit. Na sqaron që nëse ne duam të dimë a kemi as kemi të mira brenda nesh, a jemi apo nuk jemi të mirë, atëherë të shikojmë a i duam ata që janë të bindur ndaj Allahut dhe a i kundërshtojmë ata që e kundërshtojnë Allahun.
apo jemi për atyre që i duan ata që kundërshtojnë Allahun dhe i urrejnë ata që janë të bindur ndaj Allahut? Është transmetuar nga Imam Sadiku paqja qoftë mbi të se ka thënë: kur besimtari zbukurohet me pamje të thjeshtë, për modeste, tawadu, në këtë botë dhe shijon ëmbëlsinë e dashurisë ndaj Allahut të madhruar, për njerëzit e kësaj bote ai duket sikur është i çmendur. Pra kur shoh një njeri besimtar, njeri të urtë, modest, të thjesht, njerëzit thonë për atë që është i çmendur. Më pas Imam Sadiku thot, por ai nuk është i çmendur. Ai ka shijuar ëmbëlsinë e dashurisë ndaj Allahut dhe nuk merret me gjë tjetër. Ndërsa është transmetuar nga Imam Bakiri paqja qoftë mbi të se i ka thënë njërit prej bashkohësve të tij, të quajtur Ziyad: mirë për ty, thot, a nuk është feja veç se dashuri? A nuk e ke lexuar thënien e Allahut të lartësuar, thuaj nëse e doni Allahun më ndiqni mua, Allahu do t'ju doj dhe do t'ju fal mëkatet? A nuk e ke lexuar thënien tjetër të Allahut: u a bëri të dashur besimin dhe e zbukuroi në zemrat tuaja? A nuk e ke lexuar thënien e Allahut: i duan ata që migruan tek ata? Pra sipas kësaj thënie të Imam Bakir, paqja qoftë mbi të, feja pra është dashuri. Dhe dashuria është fe. Është transmetuar nga i dërguari i Allahut profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali se ka thënë: tri cilësi nëse gjenden tek dikush, ai e ka shijuar ëmbëlsinë e besimit. Ai që Allahun dhe të dërguarin e tij i do më shumë se çdo gjë tjetër. Ai që e do dikë vetëm për hir të Allahut. Dhe ai që më mirë do të hidhej në zjarr se sa të kthehej në mosbesim pasi Allahu e ka shpëtuar prej tij, prej mosbesimit. A i kemi në këto tri cilësi? Gjithashtu, në një hadith, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, pra betohet në Allahun fuqiplot. Nuk do të hyni në xhennet derisa të besoni dhe nuk do të besoni derisa të doni njëri tjetrin. Atë ju tregoj për diçka që nëse e bëni do ta doni njëri tjetrin, përhapeni selamin, pra përshëndetjen e paqes, duke thënë selam aleikum, paqja qoftë. Përhapeni selamin mes jush. Dhe në një hadith të fundit, i dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, ka thënë, dhe kjo është pak i rrezikshëm, të mendoj mirë, sepse ka njerëz të tillë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: kur njerëzit të fillojnë të tregojnë punë të mira, por në realitet i braktisin ato, kur të duhen me fjalë dhe urrehen me zemër, dhe kur të ndërpriten lidhjet farefisnore, atëherë Allahu do t'i mallkojë ata, do t'u mbyll veshët dhe do t'u averboj syt. Pra nëse i thua dikujt me fjalë të dua fort, të kam shpirt, të kam gjallë, ndërkohë që me zemër e urren, dije mirë se Allahu të mallkon. Dhe veshët i mbyll dhe syt i verbon. Prandaj, duhet pa që të jemi të sinqert në dashurinë për të tjerët. Pa duhem njëri tjetrin pa interes. Pra këtë urdhëron pra feja e pastër islame.
na urdhëron për dashuri dhe ndalon rrepsisht urrëtitjen, armiqsinë. Në mbyllje, po citoj dy vargje të një poeti arab, i cili ka thënë: Ta'si ilahaka wa anta tudhhir hubba, hadha la'umraka fil fa'ali badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u. Ti i kundërshton urdhrat e Allahut dhe tregon dashurim për të. Betohem për jetën tënde se kjo është një gjë e çuditshme. Sikur dashuria jote të ishte e sinqert, do t'i bindesh atij, për Allahut, krijuesit, se i dashuruari është gjithmonë i bindur ndaj atij që ai e dashuron. Në këtë vargje, autori flet për kontradiktën midis dashurisë që shprehet për Allahun dhe mosbindjes në praktik të urdhave dhe porosive të Allahut fuqiplot. Këto vargje theksojnë se dashuria e vërtet për Allahun duhet të shoqërohet me bindje ndaj tij dhe duke zbatuar urdhrat dhe porositë e tij. Kemi shumë njerëz, edhe sot, e duam Allahun, e kam zemër Zotin, por në realitet vepron gjithçka që është kundër urdhrave dhe kundër porosive të Zotit. E shikon më shumë vepron duke pirë alkool, duke mos respektuar të tjerët, dhunën familje, me bigjozin, pra duke bërë vepra që Allahu i ka ndaluar. Allahu fuqiplot na bëft për atyre që i duan të tjerët për hir të Allahut. Allahu na bëft për atyre të cilët i respektojnë të tjerët. Allahu na bëft për atyre të cilët kanë dashuri pra të sinqert ndaj tij dhe ndaj krijesave të tij. Qofshim pra për atyre që e duan vërtet Allahu fuqiplot. Allahu ju ruaj dhe ju bekoft, ju dhe familjet tuaja, kudo që t'jeni. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.